Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 24 mars të 2025. Duket se mënyra se si gjërat ndryshojnë nga momenti në moment dhe mundësitë që na jepet. Ne duhet të shfrytëzojmë momentin ku na jepet dhe ta shfrytëzojmë për të mirë, sepse gjërat e papritura pikërisht në këtë fillim jave të ditës së hënë do të thotë javë të mbarë ju uroj në çdo aspekt të jetës suaj. Dhe ka për të qenë e mbarë, edhe pse ka disa vështirësi të vogla, por këtë vështirësi kalimtare nuk është diçka që mund të themi një problem ose do të pasur parasysh në çështjet e ndikimeve ose çështjeve të mëdha. Megjithatë, duket se kjo dita e hënë, edhe pse është një ditë e vështirë, por na mëson për vazhdimsi. Duket se data 24 do të thotë dielli që formon një kënd me Mërkurin në retrograd në dash, duke krijuar disa probleme në çështjet e komunikimit ose diçka që ndryshe neve veprojmë. Prandaj e tham dhe themi që 2-3 ditë përpara duhet jemi të përgatitur për javën që vjen, unë kam thënë dhe them, prandaj për këto gjëra që të dimë ku do të shkojmë. Edhe pse mund të dëgjojmë disa fjalë, mund të jenë gënjeshtra ata që do të dëgjojmë, mund të jenë fjalë të huazuara ose nuk i dihet burimi atë informacioni nga ne e marrim. Prandaj kërkohet vëmendje në këtë drejtim. Megjithatë, duket se është një ditë ku duhet të jemi më të vëmendshëm ndaj detajeve dhe të mos jemi abstrakt dhe diskutime me të tjerët duhet pasur kujdes se çfarë themi, sepse ka të bëjë me disa shtyrie të një kontrate ose keqkuptime mes miq apo disa gjëra të tjera. Ndikime që duket se kanë të bëjnë dhe problemi që ndodh duhet pasur kujdes në lidhje me këtë çështje përsa përket sot paradite nga ora 9 deri në orën 14:10. Pra, është ky kohor që kërkohet vëmendje nëse kemi mundësi. Më të ndikuar janë dashi, gaforja, peshorja, bërcapi të 10 ditë të parë që kërkojnë vëmendje në këtë aspekt sepse shumë gjëra mund të ndikojnë në këtë drejtim. Prandaj mundohuni që të jeni sa më të kujdesshëm, sa më të vëmendshëm. Kur jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm dhe jemi përgatitur për më përpara, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse do lidhet shumë me dokumentat, mos u mërzisni. Do vini të bëni aplikime, do të ketë shtyrie, një çështje kontrate ka shtyrie. Veni disa para në bank do ndodhin. Ose do bëhet hataja, jo. Asgjë nuk do të bëhet hataja, po jeni të nevrikosur të ngarkuar në ditët e para dhe duket se mërziteni një gjë që nuk ju delet të kujtoni dhe nevrikoseni. Nevrikoseni një. Debatin 2 anashkalojeni. Do kujtoni se ka diçka shumë të madhe më vonë, është në favorin tuaj. Prandaj nëse debatoni, nëse gjërat nxitoni, atëherë keni humbur. Keni kujdes.